Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën një valë të re sulmesh intensive ndaj objektivave në të gjithë Iranin në ditën e dytë të një fushate ushtarake që, sipas deklaratave nga Washingtoni, synon rrëzimin e qeverisë iraniane. Operacioni i nisur të shtunën me një seri raketash dhe sulmesh ajrore ka zhytur lindjen e mesme në një përballje të re rajonale pa një afat të qartë për përfundimin e saj. Të dielën në mëngjes, një shpërthim i fuqishëm tronditi te Irani, duke ngritur një re të madhe tymi mbi kryeqytet. Shpërthimi ndodhi pranë selisë së policisë, televizionit shtetëror iranian, gjykatës revolucionare dhe një godine të Ministrisë së Mbrojtjes. Forcat e mbrojtjes së Izraelit deklaruan se aviacioni i tyre po godiste në zemër të Teheranit me fokus shkatrimin e sistemeve të mbetura të mbrojtjes ajrore iraniane. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se SBA do të godasë Iranin me një forcë që nuk është parë kurrë më parë nëse Teherani ndërmerr hakmarrje pas vdekjes së udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei, i cili u vra në një sulm ajror izraelit një ditë më parë. Trump theksoi se objektivi i fushatës është ndryshimi i regjimit dhe u bëri thirrje iranianëve të rimarrin vendin e tyre. Në Këshillin e Sigurimit të OKB, ambasadori iranian Amir Said Iravani deklaroi se qindra civil janë vrarë ose plagosur nga sulmet e përbashkëta amerikano-izraelite dhe akuzoi dy vendet se kanë goditur qëllimisht zona të banuara në disa qytete. Media shtetërore iraniane raportoi se numri i viktimave nga një goditje me raketë ndaj një shkolle për vajza në qytetin jugor Minab është rritur në afro 150, mes tyre mbi 100 fëmijë. Në të njëjtën kohë, Irani njoftoi se ka shënjestruar aeroplan bajtësen amerikane USS Abraham Lincoln e klasit Nimitz me 4 raketa balistike. Sipas raportimeve nga Teherani, raketat u lëshuan drejt grupit goditës të anijes në ujërat e Gjirit. Megjithëse autoritetet amerikane nuk kanë dhënë detaje të plota mbi dëmet apo pasojat, sulmi ndaj një aeroplan bajtëseje amerikane përbën një përshkallëzim të drejt për drejt kundër pranisë ushtarake të SBA-s në rajon. Hakmarrja iraniane ka shënjestruar gjithashtu territorin e Izraelit, infrastrukturë civile dhe baza ushtarake amerikane në shtetet arabe të Gjirit. Shpërthime të forta u dëgjuan për të dytën ditë radhazi në Dubai dhe mbi kryeqytetin e Katarit, Doha. Në qiellin mbi Dubai u pan gjurmë të bardha nga ndërhyrjet e sistemeve të mbrojtjes ajrore kundër raketave, ndërsa tymi dendur u ngrit mbi portin e qytetit. Hoteli i Burj Al Arab dhe aeroporti i Dubai, që përpunon mbi 1000 fluturime në ditë, pësuan dëmtime nga sulmet iraniane gjatë natës, ashtu si edhe aeroporte në Abu Dhabi dhe Kuwait. Aeroporti i Dubait, një nga nyjet më të mëdha të trafikut ajror ndërkombëtar, mbeti i mbyllur duke shkaktuar një nga ndërprerjet më të mëdha të aviacionit global në vitet e fundit. Disa aeroporte të tjera në lindjen e mesme pezulluan operimet. Anijet në rajon raportuan se kanë dëgjuar një transmetim radiofonik që pretendoi të vinte nga marina iraniane, ku njoftoi ndalimi i kalimit nëpër ngushticën e Hormuzit, korridor kyç për furnizimin global me naftë. Autoritetet në Oman raportuan dëmtime në të paktën një cistern nafte, ndërsa tregjet ndërkombëtare reaguan me pritshmëri për rritje të çmimeve të energjisë. Në Izrael, sirenat e alarmit ajror ran disa herë në orët e para të së dielës. Shpërthime të forta u dëgjuan në Jeruzalem dhe Tel Aviv, ndërsa sistemet e avancuara të mbrojtjes ajrore izraelite u përpoqën të interceptonin valën e fundit të raketave iraniane. Sekretari britanik i mbrojtjes John Healey e cilësoi situatën si serioze dhe në përkeqësim, duke paralajmëruar për rrezikun e sulmeve të mëtejshme hakmarrëse nga ana e Iranit. Ai akuzoi Teheranin për përshkallëzim të situatës, ndërsa analistët paralajmërojnë se një luftë e hapur me Iranin mund të shkaktojë pasoja të rënda ekonomike globale dhe muaj të tërë paqëndrueshmërie. Brenda Iranit, autoritetet kanë dhënë pak detaje për dëmet ushtarake, por konfirmojnë viktima të shumta civile. Zyrtari i lartë i sigurisë Ali Lariani akuzoi SBA-n dhe Izraelin se synojnë coptimin dhe grabitjen e Iranit dhe paralajmëroi grupet separatiste për pasoja të rënda nëse përpiqen të përfitojnë nga situata. Konflikti hyn kështu në një fazë të re dhe të rrezikshme me përballje të drejtpërdrejta mes forcave amerikane dhe iraniane, ndërsa rajoni përballet me rrezikun e një lufte të zgjeruar pa një horizont të qartë diplomatik për zgjidhje.